Përshëndetje gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar doktorin e shkencave Xhemal Keshi, mjek, kirurg, urolog në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Përshëndetje doktor, kënaqësi që të kemi në emisionin tonë dhe kënaqësi që pranuat ftesën të jeni në podcast me doktorin. Përshëndetje doktor Gentiani. Faleminderit për ftesën në këtë emision kaq interesant dhe informativ dhe njëkohësisht të dashur për dëgjuesit dhe për audicionin që ne kemi në pjesën e mjekësisë të smurët, familjarët të janë të interesuar për qoftë për jetën tonë profesionale, qoftë për atë shoqërore. Falenderoj doktor, në fakt është një emision që ka një audiencë të konsiderueshme dhe mund ndihem shumë mirë se tashmë qytetarët kanë mundësinë të njohin një pjesë tjetër nga mjekët, përveç se pjesës profesionale pa diskutuar dhe pjesën njerëzore. Doktor, ju keni zgjedhur që të jeni pjesë e një profili siç është urologjia, një profesion mesall, të jeni kirurg. Sigurisht ti je kirurg, ka gjithë sfidat edhe emocionet e kirurgjisë. Unë do doja të dija pak më shumë rreth këtij rrugtimi. Si keni zgjedhur të jeni mjek së pari, pra si keni bërë këtë lloj zgjedhje në jetën tuaj dhe pastaj sigurisht si keni vjuar në specializimin tuaj në këtë lloj profili. Është vërtet, në fakt nuk është një zgjedhje që unë e kam bërë në moshë të re, fakti që të jem kirurg dhe aq më tepër të jem kirurg urolog. Kjo ka ardhur në varësi në etapat ndryshme të jetës së vendimarrit, janë bërë diku të shtyra nga familjarët, diku me dëshirën time. Përgjithsisht deri në moshën e gjimnazit, përgjithsisht detyra jam ka qenë të bëni mirë mësimet dhe sigurisht që të gëzonim dhe ato avantazhet e moshës dhe jo shumë të mendonim për perspektivën, gjë që në kohët e sotshme është paksa më mbivlerësuar, fëmijët sot priren që t'u themi çfarë do bësh, por unë jam i kënaqur me atë mënyrë që jam rritur dhe nuk e kam patur këtë presion, kam bërë detyrën si gjimnazist, kam mësuar mirë dhe kur erdhi momenti për të zgjedhur, sigurisht mjekësia ishte një degë, gjithmonë ka qenë dhe do të jetë një degë e preferuar për trit, për arsye familjare, për arsye personale, për arsye sfide, sepse ti je mjek, sigurisht që është një sfidë qoftë në aspektin intelektual, qoftë edhe në aspektin shoqëror. Kemi bërë fakultetin dhe aty kemi treguar për kushtimin e duhur për të dalë student të mirë. Dhe në kohën kur ne kemi zgjedhur rrugën në specialitetet që ne do të ndiqnim, nuk ka qenë urologjia në fakt një degë specifike dhe për fat keq edhe sot nuk është akoma një degë specifike. Ne, siç e dini ju shumë mirë, ne trajnohemi si kirurg të përgjithshëm dhe më vonë bëjmë në specialitet urologjinë. Koha i ka ardhur që kjo të ndryshohet, por po flasim për rastin tim, kështu që në specializimin e kirurgjisë shpërgjithshme, siç e dini, janë preken pothuajse gjithë sferat e kirurgjisë me cikle të cilat duan për kushtimin e vet, dhe në kohën që isha në 3 mujorshin e urologjisë, pata një ndjesi përshtatje ndryshe nga në ndegët e tjera, po themi siç është kirurgjia pediatrike apo kirurgjia torakale. Ndjesha mirë me stafin aty, ndjesha mirë me punën në kirurgjinë e veshkave dhe trupeve të urinës dhe kjo u bë një indicje për të vazhduar edhe në specialitetin pastaj të urologjisë, siç jemi sot urolog dhe vazhdojmë punojmë urolog normalisht. Në fakt, siç e thatë edhe ju, urologjia është një specialitet shumë i rëndësishëm që vërtet i ka ardhur koha që të ketë atë profilizimin e vet siç duhet, sepse edhe nevoja besoj në popullat është e madhe. Pra mendoj që rastet të cilat i dedikohen këtij specialiteti mendoj që janë në rritje, doktor. Ndoshta edhe ju ma konfirmoni këtë. Është e vërtetë, nevojat për urolog janë në vendin, paktën për vendin tonë, janë më të mëdha se sa janë për kirurg të përgjithshëm dhe kjo është jo më një dëshirë, por kjo është një domosdoshmëri që urologjia të jetë
specialitet I mirëfillt me të gjithë komponentet e një specializimi dhe sigurisht është një specialitet shumë I bukur, por më tepër që koha që ka ardhur e bën atë të lidhur me shumë degë të tjera, siç është ginekologjia, siç është onkologjiku, dhe sot kemi degëzime të urologjisë, uro-onkolog apo uro-ginekolog që janë akoma dhe më subspecifike, kështu që pa diskutim që në mos jemi pak të vonuar, po do të shpresojmë që të kapim kohën e duhur. Doktor, në bisedën që ne kishim pak përpara, po flistim për, po themi, një pjesë të karrierës tuaj që ju keni shërbyer në një qendër tjetër spitalore. Ndonjëherë mjekët e rinj kur dalin, diskutimet e para që kanë është kjo pjesa a do duhet të punojnë diku tjetër apo do duhet vetëm të jenë në Tiranë. Pra shumë refuzojnë madje të shkojnë në qytete të tjera. Në konceptin tuaj si një profesionist që e ka kaluar këtë fazë, sa e rëndësishme është për një mjek të sapo përfunduar pas specialitet që të punojë në rrethin e vet apo në qytetin e vet dhe më pas sigurisht të vijojë procedurat e specializimit edhe të vijojë në një qendër më të madhe spitalore. Unë personalisht mendoj që nuk është I rëndësishëm vendi ku punon në momentin që ti profilizohesh në një drejtim të caktuar. Po themi konkretisht, nëse je formuar si urolog, e mira është të jesh në qendra të koncentruara, siç është qendra spitalore universitare, por gjithçka ka një kapacitet të caktuar që nëse aty nuk ka hapësira për të pas më shumë punojës, sigurisht ti ke bërë një investim për jetën tënde që është profilizimi në kirurgji dhe në urologji dhe duhet detyrimisht që atë profil ta vesh në jetë, ta vesh në punë. Dhe nuk duhet nisesh nëse shkon në vendlinjen tënde apo në vendlinjen e doktor Gentit, por e rëndësishme të shkosh në një spital ku të kesh kapacitetin të ushtrosh atë që ti ke mësuar dhe që ti dëshiron ta zhvillosh në vazhdim. Kështu që mendoj që ky koncept duhet të bie, nuk duhet me unë nisur është Gjirokastra, apo është Shkodra, apo është Tirana. Me kohë, sigurisht, kalimi në qendra terciare është I rëndësishëm dhe mund të vazhdojsh të kërkosh, por jo të rish pa punë apo të rish me shpresën se do punosh diku privat dhe të humbësh nga ai kualitet që ti ke fituar për 4-5 vite investim, që është jo pak I rëndësishëm. Doktor, le të hyjmë më konkretisht në punën tuaj profesionale. Pyetja e parë që do doja të bëja është, a e mbani mend operacionin tuaj të parë? Ndoshta si asistent, ndoshta si primar, por kam përshtypjen që ndërhyrja e parë ngel në memorien e një kirurgu. Sigurisht, gjërat e para gjithmonë atë janë ato indicjet që shënojnë një rrugë të re dhe pa diskutim që operacioni I parë ka emocionet e veta. Si kirurg I pavarur, si kirurg I formuar, unë e kam realizuar operacionin e parë në spitalin e Peshkopisë. Peshkopia ka patur një historik të pasur me kirurg dhe me një kirurgji të nivelit shumë të mirë, me kirurg me emër vendas nga Dibra dhe kirurg me emër të ardhur për të ndihmuar në ngritjen e shërbimit kirurgjisë. Kështu që kjo ishte një anë pozitive që sigurisht unë kisha një mbështetje si kirurg I ri për të patur një operacion të suksesshëm, por edhe anën emocionale, sepse duke pas kirurg me përvojë, ajo ndjesia se si do dukem unë si kirurg, dhe një operacion I zakonshëm besoj ka qenë hernia inguinale, mos ka bëj operacioni I parë, ato orët përpara operacionit, edhe pse I smurisht të përgatitur sa do kishin atë ngarkesën emocionale, por ajo që kujtoj është që në momentin që filloi mori smurin sallë dhe filloi anestezia, natyrshëm nuk kisha më emocionet natyrës jashtë profesionale. Isha thjesht kirurgu që do bëja operacionin, bëra atë që dija më mirë dhe sigurisht që gjithçka shkoi shumë mirë. Pa asnjë komplikacion dhe kjo pastaj ishte një piknisje shumë e mirë për të vazhduar punën me sfidat e radhës që në kirurgji janë të përditshme. Doktor, në fushën tuaj, në sa vite karrierë kemi deri tani? Unë kam filluar punën si specialist në vitin 2000, kështu që I bie diku te 25 vite. 26 vite karrierë. Në këtë historik kaq të gjatë, rastet pa diskutim janë të shumta, kirurgjitë
edhe raste pacientë të ndërhyrë pa diskutim që janë të larta numri i tyre, por kam përshtypjen që çdo kirurg duhet të ketë në memorien e vet një rast të caktuar që i ka ngelur në mendje ose për një mijë arsye, rëndësisë, moshës, vështirësisë etj. A keni ju një ndërhyrje, a keni një operacion, a keni një rast të një pacienti që e kujtoni për shkak të specifikave që mund të ketë pas? Siç e thatë ju, në këtë profesion sfidat janë të përditshme dhe rastet janë nga më të ndryshmet, por më tepër duke punuar dhe kirurg dhe pjesë urologu, sidomos në pjesën e kirurgjisë në rreth, larmishmëria është e madhe. Dhe sigurisht që kur ke një larmishmëri të madhe, operacionesh nuk është se mund të shkosh në perfekcion në çdo lloj diagnoze. Dhe me këtë doja të veçoja një rast që kemi patur në Peshkopi, një pacient i ri rreth 14-15 vjeç, diçka e tillë ka qenë mosha, me një traumë të kokës, me hematom intrakraniale, që filloi të avancojë dhe të rritet në prezencën e smuri erdhi shpejt nga trauma në spital. Dhe kur erdhi ishte relativisht mirë, pastaj filluan shenjat e midriase, ajo deficitet nervore. Ishte orë e vonë, smuri nuk ishte në kushte në atë kohë, rruga nga Peshkopia në Tiranë ishte paktën 3 orë, 4 orë dhe rrugë e vështirë. Natën nuk mund të transportohesh me helikopter, kështu që u detyruam që të hyjmë në sallë dhe të bënim trepanacion. Një operacion delikat dhe sigurisht që janë shumë përvojë në fushën e neurokirurgjisë, por e detyrueshme për pacientin. Duke bazuar edhe në klinikë, sepse nuk është se kishim skaner që ne të detektonim saktësisht zonën e hematomës. Dhe bazuar të protokollit trepanacionit, në arritëm që të kalojmë përtej kockës, të bëjmë drenimin e kësaj. Dhe që në momentin që u bë drenimi, pacienti filloi të reagonte me drejt normalizimit dhe ne na dha kohë paktën 24 orë që nesër ta transportonim në Tiranë. Kjo ishte edhe i vështirë, edhe i bukur, edhe i suksesshëm, sepse në fundit, nëse nuk do kishim ndërhyrë, rasti mund shkonte për jo mirë edhe pacienti mund të rrezikojë jeta. Pa diskutim që po. Por brenda disa orëve do të ishte gjendje shumë më katastrofike. Dhe ndërhyrja e shpejtë bëri që të paktën të japim kohë të mjaftueshme për të ardhur dhe për të trajtuar në qendër të specializuar. Ku ishin kushtet në atë kohë dhe të shesh më ndryshe, sigurisht rruga është përmirësuar goxha, kështu që gjërat janë ndryshe. Doktor, po në aspektin e urologjisë, cila është forma ose operacioni më i shpeshtë, më i zakonshëm që ju bëni në punën tuaj? Operacionet më shpeshtë janë operacionet lidhur me prostatën, me fshikjen e urinës dhe pastaj për ngarësia janë tumoret e veshkave dhe gurët, pastaj që janë në volum më shumë. Këto janë sinozologji bazike, pastaj të tjerat janë në numër paksa më të vogël rastesh edhe. A mund të kujtoni në një rast të pacientëve për shembull me tumore? Gjithmonë terminologjia e tumorit është shumë e rëndë për familjarin, shumë e rëndë për pacientin, qoftë në nivel komunikimi, po qoftë edhe për të pranuar një ndryshim kaq të rëndësishëm në jetën e tyre. A kujtoni një rast, lutem, që mund ta ndalim në raport me ndërhyrjet e profilit tuaj në urologji në sensin e tumoreve? Smundjet tumorale në fushën e urologjisë kanë një veçori paksa më të shprehur se sa në smundjet tjera, që në pjesën dërmuese të rasteve ato kapen në mënyrë sporadike. Pra nuk shfaqen një klinik, qoftë tumoret e rrugës urinare, qoftë tumoret e veshkave, apo edhe kanceri i prostatës në vetvete. Nuk është se ka një klinik të paraprirëse që të orientojë të smurin drejt një vizite mjekësore. Në një shumicë të madhe rastesh smurët shkojnë në urgjencë për një problem tjetër, dhimbje barku, dhimbje koke, dhe një ekzaminim ekografik apo skanerik kuptojnë që ka një tumor diku në aparatin urinar, në veshk apo në fshikjen e urinës. Kjo për ta përbën një ndryshim të menjëhershëm të sjelljes. Doktor thotë unë isha mirë, nga doli kjo si erdhi, dhe do një
trajtim të themi edhe nga aspektin psikologjik. I smuri duhet kuptuar çfarë qëndrimi mund të mbanë ndaj një situate të tillë dhe duhet gjetur mënyra e duhur që jo gjithmonë arrim, por në shumicën e rasteve përpiqemi të shpjegojmë që po kjo është rruga e duhur dhe të fatmirësisht që e bëre këtë dhe erdhe dhe të shihnin angelet që të trajtojmë dhe ta zgjidhim në kohë. Ndonjëherë qëllon që këto të konstatohen fazat vona dhe kjo krijon një ngecje emocionale, të themi, dhe ndihesh paksa ngushtë kur i smurit nuk je në kushtet që t'i japish atë ndihmën dhe natyrisht lëvind edhe ajo që dëshira si thua për ta zgjidhur këtë ngërç dhe në këshilla që vjen pas saj që është shumë e rëndësishme që sidomos për smurët urologjik të bëhen depistime, të bëhen në mënyrë që të parandalohet, mos vi smuri thjesht në mënyrë të rastësishme. Dhe të kapet sa më herët tumorin, në mënyrë që të kemi mundësi të trajtojmë dhe pse jo edhe ta trajtojmë me sukses. A mund të kujtoni në një rast, doktor, specifik që keni patur në këtë fushë dhe në ndërhyrje edhe mënyrën se si ka shkuar, mënyrën se si ka procesuar rastin në mënyrë konkrete? Në raport me tumoret, përgjithsisht ajo që bëhet është ose i smuri është në kohën e dur dhe trajtohet nga ne, merren masat e dura dhe zgjidhja vjen e mirë përgjithsisht, ose i smuri kalon drejt për drejt në shërbimin onkologjik dhe trajtohet nga specialistët onkolog me kimoterapi, radioterapi, që janë numër i vogël, por jo dhe aq i vogël sa për të mos u marrë në konsiderat. Kurse në pjesën e punës, rastet pastaj vinë të ndryshme, dikush më herët, dikush më vonë, dhe sa më vonë të vi më shumë vështirësi operatore dhe teknike krijon për zgjidhjen e problemit. Në anën tjetër, duke ardhur që në kushtet të tilla që të papritura ato vinë dhe me smundje të tjera, nuk vinë vetëm me smundjet urologjike, vinë me diabet, vinë me hipertension, vinë me çrregullime të koagulimit ose me mjekime që marrin si antikoagulant, me smundje kardiake, që edhe këto duan trajtimin e vetë, kush kanë kohën e vetë për të nevojshme për të updateuar dhe për të stabilizuar, për të sjellë në parametra të pranueshme për kirurgji. Nëse i bëjnë gjitha këto, pastaj përgjithsisht puna shkon në vijë dhe. Doktor, po në rastet e ndërhyrjeve që kemi në gurët në veshka, sigurisht që është prap një ndër nozologjitë tuaja tipike të shpeshta që ju haseni. A mund të sillni një rast, të kujtoni një rast në cilin për shkak specifikës, ndoshta për shkak të moshës së re, ndoshta edhe për shkak të kulturës së jetesës apo të ushqimit apo të sjelljes, ky person ka patur një specifik caktuar për cilin është drejtuar shërbimit tuaj dhe pa diskutim ju keni jeni ndërhyrë dhe e keni ndihmuar në këtë aspekt. Në fushën e gurëve të rrugëve urinare dhe të veshkave, pa diskutim që është një nozologji e shpeshtë për ne, por që fatkeqësisht trajtimi i gurëve të aparatit urinar kërkon një mbështetje teknologjike të fuqishme, sidomos në kohën që ne jetojmë, ndërkohë që bota po ecën me ritme shumë të shpejta në trajtimin e gurëve. Tashmë ndjesht nuk bëhet fjalë që të trajtohen smur me kirurgji të hapur për gurët e veshkave, pasi e kanë teknologjinë e nevojshme për të zgjitur çdo lloj situate, qoftë në një fazë, qoftë në disa faza. Se veçoria e trajtimit të gurëve është që nuk është e thënë që të trajtohen të gjitha në një moment. Njerëzit pririn që tonë erdhat e doktori, konstatova gurë dhe të shit të iki në shtëpi pas 2 ditësh, pas 3 ditësh të iki pa gurë, pa gjithçka. Në fakt nuk është ky parimi i bazë. Parimi i bazë është që më së pari trajtohet veshka, të qetësohet veshka, të sigurohet kushte që ajo të punojë në mënyrë optimale, dhe kjo kërkon disa ndërhyrje paraprake, si vendosjen e një stenti apo vendosjen e një nefrostome dhe pastaj trajtimin e gurëve. Por kur vije puna te faza e dytë, aty ne pastaj kemi vështirësitë tona teknike, sepse duke mos pas aparaturat e duhura, ndonjëherë përfundojmë edhe tek pjesa e kirurgjisë, që nuk është një zgjidhje drejtë dhe nuk është një opsion për të marrë në konsiderat në ditët e sotme. Megjithatë, për sa kohë që nuk ke, do të bësh atë që mundesh dhe më të mirën e mundshme për të smurin.
Sigurisht duke informuar që sot kohët janë të ndryshme nga që kanë qenë përpara, njerëzit mundën televizit, njerëzit kanë njerëz edhe jashtë, diku me siguracione, diku pa siguracione, funksionon dhe sistemi privat, duke ja bërë të ditur zgjidhjet e mundshme, nuk ka absolutisht asnjë gabim dhe asnjë të keq që ti thuash që kjo smundje trajtohet më mirë në privat apo trajtohet më mirë jashtë shtetit, pa u nisur nga parimi ekonomik, është një vendim që merret pastaj i smuri në varësi nga buxheti i vet, por duke i shpjeguar që ne mundemi të bëjmë këtë gjë në spitalin publik, pjesën tjetër, nëse mundesh, pse jo, e trajton atje, ose vazhdojmë siç kemi bërë. Kirurgjinë e hapur në raste më të rralla, përgjithsisht. Do doja të veçoja një paciente të moshës rreth 45 vjeç me një kalkulozë koraliforme bilaterale. Kalkuloza koraliforme është një diagnozë që jo e shpesht, por për shkak të ndryshimit të klimës intrarenale dhe për shkak të cilësisë urinës që ajo prodhon, dhe shumë faktorë tjerë duke përfshi edhe ato genetik, veshka për një çrregullim dhe krijon kushte për formimin e gurëve, i cili te gurët koral merr gjithë formën e pjesës së brendshme të rrugëve urinare të veshkës, të pelvisit dhe të kaliceve. Pra, kësaj legenit të veshkës dhe atyre xhepave të veshkës. Dhe prandaj dhe quhet koral, sepse ka pamjen e një korali që tashmë njerëzit e njohin. Trajtimi i këtyre lloj gurëve është i vështirë, sepse nuk mund të trajtohen me bombardim nga jashtë dhe duan teknologji të mirë, duan nefrolizën perkutane dhe duan kirurgjinë intrarenale retrograde, të cilat për fat keq në asnjë nuk kemi në shërbimin publik, por ne ajo që bëjmë na ngelet kirurgjia e hapur, që tashmë dal nga dal po hiqet dorë. Kur është në të dy veshkat, nozologjia është akoma më impenjative dhe më me risk për pacientin. Kështu që në të tilla raste jemi detyruar që të zgjodhem veshkën që kishte më shumë probleme për ta trajtuar dhe bëm kirurgjinë, hoqëm pothuajse 95% me tek këtu gurët vegjël që ngelen në veshk, sepse ndonjëherë është e pamundur që të heqish të gjithçka. Dhe mendoj që operacionet shkojnë mirë. Dhe ndërkohë që po përgatiteshim dhe jepnin kohë kësaj veshke të shërohesh, të rikuperohesh, po e përgatisim të smurën për të trajtuar veshkën tjetër që kishte të njëjtën patologji. Sigurisht i kishim parashtruar të smurës edhe mundësitë të tjera, por në pa mundësi ngelem tek kirurgjia. Kur pacientët vjen pas 6 muajsh që të bëj kontrolle dhe të përgatitet për operacionin tjetër, shohim që në veshkën që ne kishim operuar, ishin filluar prapë të formoheshin gurë, 3-4 gurë, 1,5-2 cm. Kështu që ndryshuam paksa qendrim, vëm një stent, e morëm në kirurgji, vëm një stent paraprak të veshkës që kishim operuam veshkën që tashmë do kishim planifikuar, dhe sigurisht lam stentet të dyja, dhe pastaj kemi vazhduar me thyrje të gurëve me bombardim nga jashtë, me litotripsi, her pas here të gurëve që formohen. Prandaj dhe ngrita pak më përpara problemin që duhet mbështetje teknologjike. Dhe sigurisht në sistemin publik duhet jetë prezente jo në numër të madh pajisjesh, por në gamën që duhet të jetë të kemi prezente u pajisje, në mënyrë që të mos shkojmë te kirurgjia, se ky smur për shembull pavarësisht punës mirë, ne jemi koshient që ky recidiv bën gurë përsëritës me bombardim dhe me kohë shkon drejt një invalidizimi që është një insufisiencë renale për shkak të pielonefritit kalkuloz dhe që invalidizon dhe çon të smurin drejt një gjendje që jo të këndshme dhe që edhe për shoqërinë pastaj është në një farë mënyrë është një dëm ekonomik dhe social. Pa diskutim. Sepse unë vetë aftësitë për punë dhe ndërkohë ka nevojë edhe për mbështetje. Kështu që nëse investojmë në teknologji, ne mund zgjidhim shumë mirë ose në maksimum pjesën tjetër që është e rëndësishme. Doktor, po në rastin e komplikacioneve, keni pas në një rast interesant që ka pasur një komplikacion të caktuar që mund të ndani me ne? Sigurisht, do punë kirurgji pa diskutim që ka komplikacionet e veta.
me përqindjet e mundurat edhe që ndodhin dhe që bota i ka studiuar dhe ne i studiojmë përqindjet e tyre, por askush s'mund të thotë se kush ndodhin dhe si ndodhin. Ndonjëherë ndodhin dhe në ato raste që shkojnë shumë mirë, ndonjëherë ndodhin dhe ato raste që kanë vështirësi teknike për të zgjidhur. Përgjithsisht dy kemi ne manktet tona në kirurgjinë e veshkave dhe trupeve të urinës. Mankti kryesor është hemoragjia. Ne kur operojmë veshkën dhe fshiksen e urinës në kirurgjinë radikale, kemi të bëjmë me enë gjakut që janë të kalibrit të madh, që rrezikojnë drejt për drejt jetën. Dhe asnjëri s'mund ta dish saktësisht se sa është rezistenca apo sa është fuqia që mban një enë gjakun në klampim, në lidhje. Kështu që është gjithmonë deri në momentin që ne kalojmë këtë fazë, jemi gjithkohës në atë stresin që të ndodhin apo të ndodhi ky komplikacion, dhe komplikacioni i dytë është që është më pak jetë kërcënues, por që është më shkatrues në aspektin e raportit që ne kemi me smurin, kur ne bëjmë një kirurgji të veshkës dhe kemi rrjedhje të urinës jashtë aparatit urinar. Gjë që me kohën ka ardhur duke u reduktuar, sepse flas që nga koha kur unë jam specializuar që nuk kishim stenta dhe nefrostomit ishin drenat thjesht që ne i vendosim për të drenuar. Tashmë edhe këto kanë ardhur duke u reduktuar, por ajo që të ngelet na herë në mendje është kur të ndodh një komplikacion tek një pacient që nuk e pret, ose nuk pret që të kesh komplikacion. Dhe kjo është diçka që të ndryshon shumë opinionin për kirurgjinë dhe për smurin dhe për sjelljen me smurin në aspektin operativ. Mbaj mend një pacient rreth moshe rreth 37-38 vjeç, kishte një veshkë jo funksionale me gur që me fenomenet pielonefritit, që më bënte vazhdimisht infeksione dhe që duhet bëhej nefrektomia. Kirurgjia hapur në kohën kur flasim mund të ketë qenë përpara, se tashmë kemi ndryshuar, shkojmë drejt kirurgjisë laparoskopike aktualisht dhe përgjithsisht disa vite më përpara këto i bënin gjitha kirurgjit hapur dhe operacioni shkoi bukurisht. Normalisht në aspektin teknik ishte një operacion jo i vështirë. Edhe mosha e pacientes së re nuk është se kishim ne kështu. Dhe gati në përfundim të operacionit i smura bën arrest kardiak. Çuditshëm për moshën, ngjoj anestezistin që ndërkohë që po mbyllja barkun, si thua, plagën për muskujt e plagës, që ngjoj anestezistin që i shqetësuar dhe që lëviz dhe shqetëson çfarë ka, doktor thot arrest kardiak. E lej plagën siç është, e kthejmë smurin, se ne punojmë me smurin kur operojmë veshkën, punojmë në pozicionin në krah, shtrim tavolinën dhe kthejmë smurin në pozicion të shtrirë normal. Dhe kësaj pacienti kemi bërë masazh kardiak gati rreth gjysore. Pas gjysore trajtimi ndërkohë që anestezistit bënin drogat e duhura, mjekimet e duhura për arrestin kardiak dhe ne si ekip kirurgësh me radhë, po themi, po kryesisht duke bërë masazh manual, arrim që të konvertohet. Rikthehet ritmi i zemrës, fillon stabilizohen parametrat hemodinamik, edhe bukuri, po thamë të shih, po stabilizohet dhe vazhdojmë mbyllim plagën normalisht, pak më shpejt se zakonisht, sepse nuk ishte më tashmë ajo estetika e plagës, por ishte qëllimi me mbyll. Dalim nga operacioni për shkak të problemit të arrestit, normalisht do të detyrohemi të vëmë dosat më të larta antikoagulantesh dhe pas një ore në reanimacion shohim që e smura ka rrjedhje të rëndësishme nga dreni, që rrjedhje hematike. Shumë gjak, fillojmë marrim masat për drejton gjak, dhe ajo që ishte veçori që na konstatuam që në momentet e para ishte që gjaku në qese nuk mund piksesh. Pra edhe pse kishte rrjedhur, vazhdon të mos pikse, që na çonte drejt një orientimi që ishte për shkak të antikoagulante që kishin përdorur, normalisht dosat ishin të nevojshme, dosat larta, dhe që po na bënte paciente hemoragji. Detyrohemi që e mbajmë me gjak, i ndërpresim trajtimin me antikoagulant, dhe për 2-3 orë filluan dhe prurjet e drenit fillojnë e bien dhe fillon edhe efekti infiksjes. Dhe në një farë mënyre arriti ta suportoj edhe këtë komplikacion, pra ishte komplikacioni i dytë në një kohë krejt të shkurtër. Dhe çuditërisht
kjo paciente pas disa orësh bën një tjetër komplikacion, që tashmë nuk kishte lidhje me hemorragjin, por me fiksin e gjakut. Bën një tromboz të venës aksilare, me edem, me nxirje të krahut. Duke qenë se kishte një farë pulsi, e vrunë në pozicion, u detyruam t'ja rifillojmë prap një dozë të moderuar antikoagulantesh, pritëm deri të nesërme, nuk u bërë në eko të ekzaminimi ekografik, u pa që kishte një tromb në venën aksilare tashmë, por që kishte një farë qarkullimi venos, që nuk kishte nevoja për ndërhyrje kirurgjikale, dhe deri të nesërme pastaj pacienti u stabilizua dhe nga ky komplikacion. Por kretë e veçantë sepse nga një paciente kretë normale, një paciente me arrest kardiak, një paciente me hemorragji jetë kërcënuese për shkak sasisë, pastaj tromboz nga ana tjetër të ekuilibrit të koagulimit. Aktualisht është mirë, është stabil, merr trajtimet për këto efekte trombotike, por që na ka ngel në mendje për numrin e madh komplikacioneve në një moshë të re dhe prandaj edhe ne kur komunikojmë me pacientët themi që ne marrim masat e nevojshme për të shkuar mirë punët dhe zgjedhim rrugën që duhet ndjekim, por asnjëherë se dim fatin që na pret në krye të asaj rruge, kështu që pastaj. Doktor, keni pas një moment që për shkak ngarkesës të sallës, vështirësisë, lodhjes, e gjitha me radhë, keni menduar të bëni një hap pas? Keni menduar që të tërhiqeni qoftë edhe përkohësisht? Nga kirurgjia apo nga kirurgjia, orari i punës, sepse nga kirurgjia. Sigurisht, nuk është e lehtë të shkojsh në pavarësisht ngarkesës punës, por më tepër që puna bëhet në ekip, nuk është se jam vetëm unë në shërbim dhe pacienti është monopoli imi. Ne personalisht, por edhe në tërësi ekipi ku ne punojmë në spital, kam mirëkuptimin e bashkëpunimit në sensin që jo gjithçka që është e doktor Xhemalit është e doktor Xhemalit dhe le të bëj ç'të doj ai. Në momentin që unë ndihem i lodhur, këtë punë time më fare mirë e vazhdon kolegu, dhe kjo është një akses që nuk të çon në sfilitje. Pra, duke pas një harmonizim të punëve mes kolegësh, sigurisht në punën e përditshme secili është shef atë programin e vet dhe brenda hapësirave të bashkëpunimit bën bashkëpunimin e duhur, ndërton ekipin e duhur për të trajtuar smurin, ndjek smurën e vet, ndjek smurën e kolegut kur nuk është. Pra kjo nuk të çon në sfilitje dhe që ne të shkojmë drejt asaj të kirurgjisë e para. E dyta, që kur formohesh për kirurg, formohesh me idenë që do të kesh sfida përpara, të cilat duhet të gjesh zgjidhjen për t'i kapërcyer. A ka momente lodhe pa diskutim që ka roje ngarkuara që ti punon gjithë natën, nesër të qëllon të kesh prapë operacione planifikuara që ti nuk do që të heqësh dorë dhe që vazhdon të bësh pa e cënuar cilësinë e punës dhe pa e cënuar jetën e pacientit, por që në një moment mund të thuash që okej, sot që një roje shumë e lodhshme por në fundit ja beson një punën që ke bërë dhe që ke në proces, ja beson një kolegu të ri që pushon një ditë ose po themi disa orë, dhe pastaj rikthehesh në detyrë, kështu që është paksa janë gjëra që janë shumë kalimtare. Por më tepër që do kesh në punën e përditshme të kirurgut, pra nëse unë sot punoj dhe bëj këto 2-3 diagnoza apo 5 diagnoza, në objeksionet e mia është edhe 1/6 që nuk bëhet dhe që duhet ta bëjmë, sepse kështu funksionon. Absolutisht. Kështu që doktor, në raport me marrëdhënien tuaj me pacientët, a e ruani komunikimin direkt, telefoni, si e keni të ngarkesën që ankohen gjithë doktorët, problemi kryesor kanë telefoni. Ju ruani një raport direkt me ta? Çdo zhvillim teknologjik ka edhe ca efekte negative. Nuk e shoh negative komunikimin në telefon, personalisht. Periudha e Covidit na krijoi një ngarkesë më të madhe të punës në telefon dhe më pak në ballafaqimin ballë për ballë me pacientin, gjë që gradualisht po fillojmë ta reduktojmë dhe ta minimizojmë, pasi puna me telefon ka një veçori. Puna me telefon të bën më të ftohtë me pacientin. Kur nuk e ke pacientin përballë, nuk kupton emocionet, nuk kupton sjelljen, përvoja ndër vite me pacientin na bën që ta njohim më mirë një pacient që vuan, sesa një pacient, krahasuar një pacient që ankohet shumë por nuk vuan.
më kupton, në syrin klinik. Po patjetër. Pra ne arrim që të bëjmë një farë diferencë. Ndërsa nëse e ke në telefon nuk mundesh me kuptu. E para, e dyta, puna me telefon është e pjesshme. Ti të jep është si punë e një puzzle. Ti shef 2-3 gjëra, por nuk shef gjithë puzzle-in e duhur dhe të krijon hapësira për të bërë një gabim. Kështu që e para të lot sepse puna me telefonin të lot sepse të merr një pjesë të kohës dhe të fokusimit që është i nevojshëm për me argjuar me pacientin ballë për ballë. Dhe e dyta të krijon mundësinë për të bërë gabime. Kështu që kjo punë mendoj që duhet të fillojë të reduktohet. Nuk është si telemedicina, është tjetër gjë ajo që themi në telemedicina, sepse ajo është një fokusim me tërë komponentët e vet. Ndërsa puna me telefon që ne bëjmë doktor, ti kam sjell 2 analiza, kjo duhet normalisht të kundërshtohet. Përgjithsisht përpiqem që brenda 24 orësh pacientët tu kthej një përgjigje për atë që kërkojnë, qoftë të shkurtër, qoftë të pranuar ose jo, por mundohem që të kthej një përgjigje, por jo gjithmonë i arrim sepse ngarkeset e punës janë të tilla. Doktor, a mbani mend ndonjë këshill të bukur që ndonjë nga pacientët tuaj ju ka dhënë ose ndonjë falënderim të bukur, një mesazh i këndshëm që ju ka ngelur në mendje? Sigurisht mesazhet nga pacientët janë nga më të shumta, por ndoshta diçka të veçantë që ju kujtoni me kënaqësi. Mbaj mend që një nga pacientët, në fakt ishte trajtuar për adenom prostate, moshë të thyer. Gjatë kohës që e kisha si pacient nuk më kishte dhënë përshtypjen e një pacienti që merret me letërsi ose me kështu. Dhe ishte surpriza sepse më vjen pas 2 javësh pasi kishte hequr kateterin urinon të mirë dhe më sjell një poezi të cilën unë sigurisht që nuk është se i mbaj mend se nuk kam qenë shumë i letërsisë, por më befasoi me faktin që atë poezi që kishte bërë për doktorin edhe doktor ta botoj, tash nuk jam shumë i kësaj natyre, por e rëndësishme të shpërnderit. Unë ndjeva vërtet i nderuar sepse është të bësh objekti një poezie, ndërkohë që pra mendova që në retrospektiv këtij pacient edhe në aspektin moral është ndjer mirë dhe kjo më dha një satisfaksion të jashtëzakonshëm, sepse e kupton nga ana tjetër se çfarë ato shohin te ne, jo çfarë ne shohim te pacienti. Ne e shohim pacientin, shohim që bëhet mirë, shohim që është i kënaqur, por çfarë realisht ai ndjen dhe përjeton gjatë kohës që është në operacion, pra o duhet të jesh vetë pacienti dhe të kuptosh atë, jo se s'na ka ndodhur, por ishte një gjë shumë e bukur, shumë. Doktor, çfarë do të shton më shumë ti në realitetin tonë, në përditshmërinë tonë, si individ, si qytetar, në raport me njerëzit, flas gjithmonë? Njerëzit janë të ndryshëm, dikush është mirëkuptues, dikush s'është mirëkuptues, dikush e do shërbimin të shpejtë. Gjërat janë komplekse edhe në këtë fushë. Ajo që nuk më pëlqen është që njerëzit vinë me idenë e asaj realiteti që ato krijojnë në mendjen e tyre duke marrë informacione nga shtypi dhe përplasin me realitetin që kemi ne de facto. Ka një diskordancë mes asaj çfarë thuhet dhe asaj çfarë bëhet. Kjo krijon një disfunksion në sistemin shëndetësor. Unë gjykoj që është më e mira pacientit ta di realisht se çfarë pritshmërisht ka nga sistemi. Nëse i ka pritshmëritë më të larta, ai shkon drejt zhgënjimit dhe sado që unë përpiqem t'ia bëj pranueshme situatën apo zgjidhjen që i ofroj, ai në momentin e vet do të ngelet prapë i zhgënjur dhe kjo është një gjë të trishton, të jep një farë ngushtimi në aspektin e trajtimit të pacientëve të tjerë të radhës, domethënë. Tu mendoj që duhet me pas pak më shumë transparencë në aspektin edhe politika do të jetë më transparente dhe jo krejt idealiste. Jo se është gabim të thuash që do shkojmë, do bëjmë këtë gjë apo do bëjmë atë gjë. Por normalisht përveç asaj që ku ti do të shkosh, njerëzit duhet më tregu edhe ku je. Po pa diskutim. E para dhe e dyta, njerëzit duhet ndërgjegjësohen që mjekësia nuk është një gjë e lehtë për të zgjidhur nga aspektin ekonomik. Ne jemi dhe gjithë e dim që jemi një shtet i varfër dhe ne nuk mund të pretendojmë një shëndetësi të avancuar. Por ajo që duhet ndarë është unë do doja që në kohën që jetojmë të kemi një kategorizim të shërbimit shëndetësor. Pra një shërbim shëndetësor që është i garantuar, një shërbim shëndetësor që është i mundshëm
dhe një shërbim shëndetësor që është i pamundshëm gjithmonë në aspektin publik. Aspekti privat është diçka tjetër, por në shërbimin në sektorin publik do doja të kishte një kategorizim të tillë që pacienti kur vinte ke e mundura, sigurisht të merrte shërbimin e mundur. Mos ketë arsye për të shkënjyer. Ndërsa kur vjen tek ajo që është e diskutueshme, të shpresoj dhe të jetë i kënaqur me zgjidhjen. Ose të gjej zgjidhje tjetër pastaj. Jam i qartë. Doktor, në moment që jeni të shqetësuar, të mërzitur, cili është telefoni i parë që bëni? Kujt i referoheni për të patur një lloj psikologu në jetën tuaj? Po, psikologu më i afërt që kemi në familje është gruaja, sigurisht. Dhe telefonata e parë ose diskutimi i parë që bëhet, se ndoshta jo telefonata, të paktën e kemi durimin që sa të shkojmë në shtëpi dhe ta diskutojmë me familjen, siç ndajmë gjërat e bukura, ndajmë edhe këto momente që i kemi të vështira dhe A gjen kohën e dur për familjen në jetën e një kirurgu me shumë ngarkesa? Përgjithsisht jemi deficitar. Unë besoj që edhe kirurgët e tjerë dhe kolegët e mi janë deficitar në familje për shkak të impenjimeve që sjell kirurgjia. Kështu është sistemi, ne e kemi pranuar në këtë gjë që në kryet herës, kështu që është një nga anët negative, po themi, ose që ka profesioni i mjekut dhe i kirurgut në veçanti, është deficiti që krijon në familje në prezencën e vet. Ai ndjehet prezent sepse fëmia e din që e ka babin kirurg dhe që është i rëndësishëm por edhe për të tjerët. Por në fakt në vetë ajo jeta e përditshme për të shijuar ngelet paksa e mangat, kështu që Doktor, gjithmonë prindrit në çdo lloj moshe që të jemi na japin këshilla të vlefshme që na bashkëshoqërojnë gjithë jetën. A ka ndonjë këshill që ju keni marrë për prindërve tuaj dhe që ju ndjek gjithkohës në përditshmërinë tuaj me vite? Sigurisht që këshillat më të vëra normalisht vijnë nga njerëz dashamirës, por më të veçanta vijnë nga prindrit, të cilët e na shohin me përkujdesjen maksimale, shohin sjelljen tonë, shohin veprimet tona dhe ajo që më këshillon i madh për herë dhe që ose po themi her pas here, ndoshta jo për herë, se tashmë jemi gjatë të rritur dhe mjaftueshëm për të mos na e përsëritur vazhdimisht këshillat, por ajo që do veçoja nga këshillat është që të shikosh pacientin në aspektin njerëzor, jo vetëm në aspektin profesional. Pra mos e shif sepse ti po formohesh si mjek, po formohesh si kirurg dhe detyrimisht si subjekt pune do ta shohësh pacientin, do bësh analiza, do kërkosh, por paralel me ta shif edhe aspektin njerëzor të pacientit. Si përshtatet, si s'përshtatet, çfarë i pëlqen, çfarë si pëlqen. Në një kohë të shkurtër, po aq sa pacienti ta kuptoj që ti je interesuar edhe për këtë pjesë. Dhe mendoj që ka qenë një këshill e vyer që besoj më ka ndihmuar në punët e përditshme le të themi. Doktor, cili është raporti që keni me Zotin? A besoni në Zot apo nuk besoni në Zot? Ta themi me përqindje, dominon përqindja në besimin të Zotit, po themi unë jam lindur në vitin 1971 dhe thot deri në 90-ën, pothuajse 19 vjeç derisa erdhi demokracia. Dhe sigurisht që koha e formimit të një personi është kryesisht mosha e re dhe 20 vjeçare. Dhe në atë kohë nuk është se lejoheshte feja, nuk lejoheshin rritet fetare, nuk lejoheshin xhamitë e kështu. Për fatin tim të mirë, unë kam patur në familje gjyshe, e cila jo vetëm që besonte në Zot, por fshehurazi kryente dhe rritet fetare, të cilat unë personalisht nuk i kuptoja, sepse ndërkohë që mësoja marksizëm-leninizmin në shkollë dhe historinë e partisë, ndërkohë në darkë shifja dhe lutjet që bënte nëna, dhe këto krijonin një farë dileme, të themi, por intuitivisht më ka induktuar atë mënyrën e besimit në Zot, ose po themi në një fjali të thjeshtë, pra nëse bëje për Zotin, ishe detyruar të mos gënjeje, sepse konsideroheshte një nga betë më të rëndësishme që kishte një fëmijë.
Kështu që dashje pa dashje jam krijuar, por nuk është se jam praktikant, nuk është se bazohem tek ajo që është të nisem në pjesën e punës time, të nisem te besimi në Zot. Është ajo shpreha që jepi Cezarit çfarë i takon Cezarit dhe jepi Zotit çfarë i takon Zotit. Mua ka takuar me pjesën e mjekësisë, dhe ky është parimi, fatin e pacientit e cakton Zoti. Absolut. Dhe ajo është paralelisht dhe mundësisht në bashkëpunim drejt gjërës pozitive. Kështu që me i bashkërenduar forcat drejt zgjidhjes. Doktor, në rast se ju propozojnë, ne kemi eksperienca kolegësh të ndryshme dhe të shumta, që në një moment caktuar të karrierës shkëputen nga jeta mjekësore dhe klinike dhe i dedikohen politikës. Në rast se do të propozoj një zgjidhje e tillë, do të kishe dëshirë në këtë moment jetës tuaj të shkëputesh nga jeta jote aktive mjekësore dhe të merresh me politikë? Nuk e mendoj shkëputjen nga jeta profesionale dhe kalimi në aspektin politik 100%, sepse dek të ndërturura janë, normalisht edhe mjekësia do politika të caktuara për të zhvilluar, të cilat sigurisht ka profesionistë politikës që i dinë dhe i zgjidhin dhe e njohin shumë mirë dhe studiojnë për këtë punë dhe marrin ato trajnimet e duhura për ta zgjidhur. Por edhe puna e përditshme krijon ide dhe krijon njohuri të mjaftueshme për të orientuar politikën drejt asaj që ku duhet shkuar, dhe ndërthurja e këtyre sigurisht jep efekte pozitive. Tashmë në periudhën kur jam, në moshën që kam, unë them që jam shumë më i mirë dhe shumë më eficient në aspektin profesional, se sa të kaloj në aspektin politik. Pra, unë jam investuar me trajnime, me kurse, me vajtje në për spitale jashtë, që të kem një aktivitet profesional sa më të mirë. Dhe nëse kaloj në një fushë tjetër, sigurisht do heq dorë nga ky lloj trajnimi për cilin unë jam formuar, do kaloj në një fushë që ka më pak njohuri dhe ndoshta do t'i zë vendi dikujt që ka punuar shumë më tepër. Ajo që s'më shkon dhe që nuk më pëlqen është sepse akoma vazhdojnë në politikë të hyjnë njerëz që kanë epër të mirë, po jo njohuri të mira. Unë gjykoj që edhe në politikë sot do të ketë persona që shkollohen dhe marrin si profesion politikën dhe që na drejtojnë aty ku duhet. Pavarësisht se orientimin madhor ne e kemi, por me njerëz më të përgatitur politikisht, në aspektin edhe teknik, edhe intuitiv, edhe makro, mendoj që mund të arrijmë më shpejt objektivin, sepse nuk diskutohet që do shkojmë drejt objektivit kryesor, por ritmi ka rëndësi në opinionin tim. Nëse shkojmë me ritmin e duhur, jemi okay. Nëse shkojmë me ritmin ngadalë, gjithmonë do të jemi drejt pozitivitetit, por do jemi ngadalë dhe humbim kohë. Doktor, si do dohet të mbahesh e mund? Pas shumë vitesh nga njerëzit, nga pacientët, si do dohet të mbahesh e mund? Unë do doja të mbahesh e mend jo si një kirurg i madh, por si një kirurg i gjindshëm. Në terminologji, pra që kam bërë shërbim, që kam nejtë afër me pacientin, që pacienti është ndjerë mirë. Asë gjë të keqe s'ka nëse bëjmë dhe operacione jashtëzakonshme, operacione të mëdha dhe ne përpiqemi të bëjmë gjithmonë. Ne mundohemi ta shtojmë praktikisht, ne bëjmë kirurgjinë laparoskopike që është pothuajse drejt standardit. Bota po shkon drejt robotikës, por ne po ushtrojmë kirurgjinë laparoskopike që është një hap cilësor shumë i madh në pjesën teknologjike. Por do doja që të isha të thoja një kirurg i mirë për pacientin dhe këtë do të ishte një satisfaksion i jashtëzakonshëm. Ne dal nga dal, doktor, kemi arritur afër fundit. Në fakt unë doja për jush një mesazh drejtuar të rinjve në tërësi, jo vetëm studentëve tanë shkencave mjekësore, por të rinjve në tërësi të shoqërisë tonë. Cili do të ishte një mesazh që do të merrnin të rinjt për jush, për një doktori, për një kirurgu në karrierë, që të jepte si në përmbyllje të këtij emisioni? Pa diskutim që nga dal po shkojmë drejt moshës që mund të japim këshilla dhe sigurisht që ato janë të mirëpritur të dëgjojnë ose jo në drejtën e tyre. Ajo që është këshilla më mirë është diferencimi në moshë të hershme i prirjeve të rive, nëse janë për
shkollim afatgjat apo shkollim afatshkurtër. Kjo ishte një indicie që mendoj që një i ri, po themi, që mbaron klasën e 9 tashmë dhe që do të shkojë në gjimnaz, nëse ka në vetvete perspektivën, në ato 9 vite ka treguar vlera që tregon që është i aftë të arsimohet qoftë në shkenca sociale apo shkenca eksakte, të vazhdojë një gjimnaz, por nëse se ndjen veten të aftë, të shohë një drejtim profesional, që të mos humbi kohë me gjimnazin. Pra, kjo do të ishte një këshill që në momentet kur ai mbaron nëntëvjeçare dhe të zgjedh të marrë një gjimnaz apo atë, unë do të sugjeroja që nuk askush do ta nxjisë një fëmijë që nuk ka të dhënat mirëfillta për të ecur drejt shkollimeve afatgjate, ta nxjisë në këtë rrugë, sepse në fund diku do lodhet, diku do mërzitet, dhe ai do ta humbi këtë kohë. Le të arsimohet në atë, ndërsa për pjesën që merr drejtimin profesional të arsimit afatgjat, siç është mjekësia apo inxhinieria, po unë do të veçoja mjekësinë, për të rinj që shkollohen në mjekësi dhe sigurisht fakulteti i mjekësisë nuk është më maja e mjekësisë, por është obori i madh i mjekësisë. Tashmë fakulteti i mjekësisë është një njohje me mjekësinë. Edhe pse janë 6 vite, ato thjesht janë njohje. Specializimi është mjekësia e vërtet, dhe në specializim, sidomos për vendin tonë, ajo që unë i këshilloj fort, është që brenda periudhës specializimit, sidomos në 2 vitet e fundit specializimit, minimalisht një kohë 3 deri në 6 muaj, të harxojnë në një spital në Europë, Gjermani, Francë, Angli, ku ato kanë mundësi, që të shohin çfarë ne kemi mundësi, çfarë bota bën. Në periudhën e vitit të 3 dhe të 4 specializimit, unë jam i bindur që ato janë në gjendje të kuptojnë diferencat mes asaj që ne bëjmë dhe asaj që bota bën. Dhe kjo do t'i updatonte shumë shpejt dhe shumë saktë dhe shumë në drejtim të duhur për të pas një karrierë më të suksesshme. Dhe mendoj që këto janë 2 këshilla të mjaftueshme, pastaj Doktor, të falenderoj. Falenderoj për bisedën e këndshme, falenderoj që ndave me ne eksperiencën tuaj klinike edhe sigurisht eksperiencën tuaj jetësore. Shumë falenderit dhe suksese dhe ju për emisionit. Falenderit. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkur në orën 19 në podcast me doktorin. Falenderit.